agjeruesi gjatë agjerimit ka mundësi me lëndu agjerimin. Qysh ka mundësi të lëndohet agjerimi? Agjerimi lëndohet me një fjalë të pahjeshme, me një sjellje të pakontrollume, me një gest i cili vjen jo nga menaxhimi i drejtë për shkak etjes apo për shkak do të thotë në një nervozizëm që ka mundësi me përjetu agjeruesi që realisht nuk do duhej me kalu kjo lloj sjellje e pa menaxhueshme drejt dhe mirë. E për këtë arsye që ato mungesa, që ato lëndimet sporadike që mundet me na u godit agjerimi për shkak sjelljeve jo të kontrolluara, i Madhi Zot na ka mësu që të japim vitra, ta plotësojmë çatë mungesën e agjerimit tonë, për shkak se refleksioni e agjerimit kërkon që të shihet në veprat tona. Kuj duhet i japën këto vitra? Zakonisht ata cilët ka nevojë për ta prit sofrën e bajramit, kremtën e bajramit me të mirat e Zotit. Ajo mundet më dhonë edhe në para, ajo mundet më dhonë edhe në ushqime. Zakonisht besimtarët tonë i adresojnë këtu vitra në Bashkinë Islame për medreset tona cilat i kemi këtu në Prishtinë me 2 paralelet e saj në Gjilan edhe në Prizren, po dhe Fakultetin e Studimeve Islame që konkretisht ata nxënës dhe ato foleta arsimimit dhe edukimit islam, do më thonë, e kanë buxhetin prej besimtarëve dhe prej agjeruesve tanë, edhe unë këtu shfrytëzoj rastin me apelu që të vazhdon kjo traditë e bukur që është më së një shekull e tutje që gjithmonë vitrat normalipën Bashkisë Islame për nevojët e nxënësve dhe talebeve tana, por ne kemi edhe atë shoqatën e bamirësisë bereqeti, që në kuadër saj pastaj edhe i servohen dhe shpërndahen për nevojtarët.